Mirëditë të dashur miq. Kam ditë që s'kemi komunikuar me këto video mesazhet. Edhe mendoj që sot ndaj me ju diçka jo fort këndshme që më ka ndodhur. Që kur unë kam ardhur aty në protest, më kanë rënë në sy ca gjëra, sigurisht eksperienca ime e punëve që kam bërë me rendin publik kryesisht, po dhe vitet e mosha e eksperiencë e jetës. Më kanë rënë në sy aty dy figura negative, për të cilat unë s'isha gabuar dhe u shfaqën. Ata janë Gerhard Progni apo Gent Progni dhe Dritan Goxhaj. Progni është influencer që nga këta që influencojnë që shkruajnë në këto rrjete sociale, domethënë këtë profesion ka, nuk di që të ketë marrë universitetin. Kurse tjetri është tip aventurieri i njohur me të bëmat e tij, edhe unë kam folur për të disa herë. Por edhe sot do flas për incidentin që më ka ndodhur me këtë Gent Prognin. 3 ditë më parë, para se të fillonte protesta, diku aty afër kryeministrisë, Progni ishte ulur në ato bordurë, në një shkallë të vogël aty në cep të lulishës së Hotel Rogner, bashkë me ish oficerin e policisë shtetit, Krenar Ahmetaj, dhe 2 persona tjerë që unë nuk i njoh. Unë nuk i pash fakt, kalova kështu direkt, shkoja të shklodhem pi një gotë ujë të ftohtë aty në ato ambientet që pikapen. Edhe pastaj vinë protest, kur vinë ata djem nga sheshi Skënderbej. Më trojë vëmendja ta shte protesta. Ktheva kokën shohun Prognin. Kuptova që ishte një lloj provokacioni se s'do i merre leje ti unë se nga është protesta apo nga s'është. Pa e di, sepse në një farë mënyrë unë i kam shprehur ato rezervat e mia dhe nëpërmjet intervistave që kam dhënë edhe të gjitha. Për ta bërë këtë më të vërtet, do më thoshte aty një personazh i rëndësishëm aty te rrethi ku qëndron ai mikrofoni, që kur unë kam shkuar, kam folur për herë të parë, që më ka marrë ai gazetari Shpend Gashi, nuk kam shkruar me dëshirën time, më tha që këta nuk donin që të flisje. Normal, ata më njohin. Normal. Njerëzit antiligjit, nuk e them këtë me një lloj krenarie apo si do ta merrni juve, më ndruan, kam frikë. Kam frikë sepse unë e kam shpalosur se kush jam. Karakteri im është i drejt për drejt, me të keqen, dhe pa aq dashamirës me të mirën. U ktheva i tha çfarë problemi ke, si e ke punën? I tha hajde çik këtu tash, u çua erdhi. I thash pse e ke kërcënuar ti tash doktorin e shkencave Taulan Muka? I ke thënë që po erdhi aty do ta mbush kokën me vezë. Po jo, ai tha, më ka folur e tjerë. Taulan Muka është doktor shkenca, është miq i mi, është i njohur tashmë, ka qenë zëvendësministër në qeverinë e Edi Ramës, më duket parën, dhe është larguar në vetëm 10 ditë kur pa kryeministrin me brek në kryeministri, ai u largua. Taulan Muka ka një vlerë të madhe, të jashtëzakonshme, sepse me kurajo ka denoncuar publikisht të gjitha plagiaturat, domethënë të doktoraturat falso që i kanë politikanët tanë, filluar nga kryetari i Akademisë së Shkencave Skënderaj Gjinushi dhe më radh, ministra, zëvendësministra, drejtori i shtetit më radh. Kjo është një punë titanike, po që do dhe kurajo, se jetojmë kohë të vështira. Po këtë s'mund ta bënte për shembull ky Progni. S'mund ta bënte se Progni është akuzuar nga Taulan Muka, më është me diplomë false. E ka bërë publike. Dhe ky se ka përgjithësuar. Këtë e bëjnë vetëm ata që kanë figurë morale të pastër, siç është Muka dhe të tjerë, doktor shkenca që ka Shqipëria plot në Europë, rreth 250 akademik. Kështu biseda solli bisedën. Jo, po unë i kam thënë atij pa vlerë, dhe i thash ti atë e ke kërcënuar sepse të ka bërë publike diplomën falso. Kjo gjë i rëndoi, sigurisht unë e thash qëllimisht, që ti jemi sinqert.
që të bëj mu, edhe të bësh atje heroin, në mes të, ai nuk i gjeti qorrat ashtu ai let. Më ofendoi, më tha një fjalë jo korrekte. Ja ktheva respektivisht më njëherë. Të njëjtën. Imagjinoj tash unë të bie në nivelin e njerëzve të rrugës. Se ai s'ka as respekt, qoftë për moshën, qoftë për karrierën që kam bërë, në shërbim të atë devotim, kudo që kam qenë, apo edhe aty në protest, kam dhënë një dorë, më respektoj njerëzit, e kam për detyrë ta bëj. Kur unë i thash më këtë përgjigjen, po ajo që më bëri përshtypje ishte qëndrimi i Krenar Ahmetit. Krenar Ahmeti ishte oficer policisë shtetit, tashmë ka vite që është në lirim. Mase s'dua ta thosha, por dua ta them që të kuptonin dhe ju se si është kjo botë. Kur kam qenë drejtori i policisë së kryeqytetit, në vitin 1999, një njeriu i afërm i tij, apo le ta them transparent, Mimoza Ahmeti, ajo poetesha, e ka nip djarvëllaj. Unë njoh ata në fakt, dhe si familje që në Elbasan. Familje me probleme kanë qenë goditur nga regjimi, sigurisht si një xhaxhai këtij, një piktor, ka vdekur. I kam shkuar dhe mbarim. Me arrin zyrë Mimoza dhe më tha, nipim ka marruar në Turqi për polici, Universitetin e Policisë së Shtetit dhe është pa punë. Pa një pa dy, unë mora ministrin e brendshëm në telefon, sepse unë s'kisha kompetencë që të emëroja oficera, vetëm policë. Propozoja ministrit dhe pasaj ai e firmoste. Këtë drejt kisha. Atë kanë dhe sot. Kështu Krenar Ahmeti filloi punë nga firma Mithat Avarit. Ka qenë minjos. S'kam pas ndonjë nevojë për të. Ka qenë minjos, ndonjëherë edhe të egzageruar. Ka qenë për shumë në shërbime, ka gjuar maskën, ka respektuar. Sigurisht, nuk se unë nuk e vlerësoj, po kam bërë shumë ato dhe unë si majmend. Se nderet, mitë e mi, që bërë me ndere me dignitet, si thonë romakët, ata i bëjnë ndere i shkruar në rërë të detit, t'i lajt dalga. Dhe atyre që u bëjnë nderet, i këdhënin mërmerë të mos harrojnë. Po këto nderet i majmë në shumë mënd ata që u manë para, që i konvertoj me lekt, to emrimet. Unë nuk i kam bërë ato gjëra, po t'i kisha bërë, ju e dini që s'do isha ky që jam. Për çudinë time, kur ai më ofendoi Krenar Ahmeti heshti, nuk i tha, kë ofendon ti drejtorin tim, uri kokën. Unë ndava me atë fundin, do thosh atë, shoqërisë, me të drejtë morale time, ordiner. Dhe Krenari më eri pas më tha që mos u merr me llumë, ai llumë tha. Me gjithë ata që rri. I thash to që më thua s'ka nevojë, s'ka as i vlerë. E thosh aty, jo po ishte në telefon filli të shikoj. Ndërkohë u largova. Vura dhe ndjeni dhe një person aty i cili ka influencë. Mitë e mi duhet jemi hapur. Kauza e rinis ka marrë një lloj goditje. Pasi unë nuk e shoh më rinin aty. Nuk shoh më atë pjesë inteligjente të fillimit vet. Dhe kjo ka një arsye të madhe. Një nga ata që ka dëmtuar kauzën është ky propi. Është inspiruesi, kryesor, frymëzuesi i djemve të ri për të goditur policinë e shtetit në mënyrë brutale, pa shkak. Unë, sikur të kem gjithë botën kundër, për një gjë që unë e shoh të drejtë, unë e mbroj deri në fund. Unë i kam ndjekur me vëmendje ngjarjet te parlamenti shqiptar, ka pas bënë të kalim kompetencash, por policia ka qenë në pritje, nuk është se ka sulmuar policia e para, ka qenë ky që ka dashur të t'i qorrojnë me ato. Shpëtojnë në qime një oficer, pa e marrë veza në sy. Po t'ishte ajo nëne ati djalit, sikur ndote kundërta, kur ta godiste djalin e vet, si do reagonte? Policia janë pjesë e popullit të vëllezër. Nuk janë armiq tanë. Ata kanë dy armiq. Krimin, ata që i godasin shumë si punë e këtij, edhe politikën.
Se politika i fut ata në luftë me popullin. Kush i fut? Këtu edhe në gjithë botën, sigurisht. Po ky personazh super negativ, që i buron nga brenda, urrëtia, si më thënë, ndaj forcave të rendit, ndaj strukturave, më ka bërë përshtypje. Ky është ditë e para. Dje unë e takova rastisht atë, mos gaboj si e ka ky djali nga Tirana, oficeri. S'kishte shenjë në fytyrë. Shqyqy që s'kishte, ka shpëtuar, ka qenë edhe i shkallët. Ky person Kompar deklaroi që kishte ngrënë 100 grushta nga ata njerëzit e Ulsimanjës. Është mashtrues kalibri. 100 grushta vdes njeriu. Me një grush mund të vdes i biles. Se që tha jo do i çojnë gjykat, mashtrime në ajër. Pastaj nxori dhe atë inspektorin Joja me që kishte etik, doli dhe ajo video e tij, s'kishte as etik. Është njeri negativ edhe kërkon protagonizëm të bëj heroin, që është negativ sigurisht si njeri, bashkë me Gozhen janë të dy bashkë, edhe ai ato ka. Unë kam thënë publikisht për të thënë prap. E kërkon gjykata speciale e Kosovës. E arreston direkt po të vejnë Kosovë dhe shkon në Hag. Se ka dekonspiruar. Burrat e djemt kosovarë që kanë deponuar në gjykatën e Hagës kundër grupit që është arrestuar atje në Tatu UÇK-s, të akuzuar për krim me luftë e krime kundër njerëzimit. Unë kam vrarë vëllezër e motra, miqtë e mi, i din ata hallet e tyre. Ky ka trembur, i ka kështuar. Goxha gjithashtu është antisemit. Ne jemi popull i qytetëruar, ne s'kem patur probleme me çifutët. Ata kanë ardhur këtu që kur janë larguar nga mijëra vjet, kanë ardhur në Europë, janë shpërngulur. Ka patur mbloç, i fut gjithë Shqipërinë, janë trajtuar si mbretër. Komunizmi kur erdhi, i mori pasuritë, u mori të gjitha, i futi dhe burgjeve. Kurse në kohën e monarkisë kanë jetuar si zotëri. Goxha ka folur hapur, ka marrë në mbrojtje shtetin islamik terrorist, Iranin, që ekzekuton djemt të ri e vajza të reja rrugëve, pse kundërshtojnë ajetollahët. S'po e futem kësaj luftës me Amerikën, se ky ka qenë anti-amerikan. Se ashtu formimi i tij, gjen pas gjeni, komunist të komunizmi, 24 karatësh. Ka deklaruar në televizion hapur, ka kërcënuar do plumin e Edi Rama me Sali Berishën, ekstremist. Fryma që futi këta. Qonë ujnë mullirin e Sali Berishën dhe Edi Ramës. Se në qoftë të ndodh një incident, larg qoftë një vrasje në situata. Ju e dini çfarë bëhet në Shqipëri. I kemi provat neve. Po ju kujton në 98, ku vra Zemajdari nga patriotët i Tropojan, në 14 shtator, u vran 12 shtator dhe në 14 shtator do bëhet ceremonia e varrimit, e morën arkivojnë e vënë te kryeministria, unë atë kohë kam qenë ministri i brendshme, zyrtar. E lanë arkivolit e shkallë dhe futën në kryeministri, platë shkitën komplet gjithë kryeministrinë çfarë kishte, me mobilje, me kompjuter e gjithçka. Platë shkitën të gjitha ministrit, përveç Ministrisë të Mbrojtjes dhe të Rendit. Platë shkitën biznese dhe dëmi shkoi te $20 milion. Në varrim atë ditë të ndjerit atë Zemajdari ishin 100 persona. Madje 99 kishin numëruar. Mira të tjerët dolën për Zemajdarin. Çfarë ishin? Demokrat? Ata ishin plaçkitësa. Thjesht plaçkitësa. S'kishin asnjë lidhje me heroin. E njëjta gjë do të ndodhë nesër. Në qoftë se do ndodhë, ju e kuptoni çfarë fatkeqësie, çfarë goditje marrëm ne si popull. Ndaj unë e kam shumë frikën, veprimeve të tij, po e bëj publike. Rendi oficerët e policisë, të kenë shumë kujdes, ai hita, ti pajisat ata djemt me bluza policia kriminale, mos i nxjerr fare aty se i filmon ky Progni, i provokon direkt. Kushdo që tjetër vit tjetër me kamerë të fytyra, ta rros surratit, zotëri. Në Gjermani nuk lejohen, nuk ka kamera rrugëve, se cënojnë privatësinë e njerëzve. Më tha i mbir, dhe kjo që them është zyrtare. Këtu kanë bën kamerat për tualete. Për vën gjoba. Gjoba gji. Dikush më tha aty dhe për një nga këta që vën gjoba, po s'po e marrë në konsiderat. Po s'harroj një gjë kur përballem me të që i tash ato fjalët.
Më quhet dhe kështu patronazhist. E kuptoni vëllezër, çfarë ordinarësh, çfarë situatë është aty? Ai ka marrë atë kamerën e kjo nuk është e vërtetë, ajo nuk është e lirë, ai mikrofoni s'është i lirë. Ky ka penguar dhe një doktor shkencash tjetër që është Toronto. Edhe një zyrtar më tha aty në protestë që kanë penguar. Aty është një grup organizator që unë pak i njoh. Ata që njoh. Nuk është se po më plotësojnë shumë, nuk e di se çfarë përfaqësojnë. Më vjen shumë keq për rinin shqiptare që nuk është në gjendje të zgjidhë vetë problemet e veta. Aty duhet të ishin 20 a 30 djem vajza, ta merrin vetë situatën në dorë, siç nevoja ta për mbrojtësa, as për mua në absolute. Unë atje shkoj që të largohen, të zhduken përfundimisht nga politika, dy kastat e diktaturës, Parti Demokratike, Parti Socialiste, dhe në vend tyre të vinë djemtë dhe vajzat më të mira të popullit shqiptar. Ta marrën Shqipërinë në dorë. Që të na kthen fëmijët, të blejnë kolipe këtu se tani hekuri këtu edhe betoni është bërë flori, vëllezër, nuk blen dot shtëpi. Do marrim pak ku e kemi afër. Të jemi edhe ne gjyshër të sillon në sajt. Plotësohemi. Po dhe ata na kanë krah, i ndihmojmë. Është mision ky. Është mision i përbotshëm. Brez pas brez, gjenerat pas gjenerate. Kështu që unë e denoncoj publikisht këtë banditin, se ai është bandit, ai nuk është përderisa ka falsifikuar diplomën, ju kuptoni se çfarë niveli është problematik, të mos them që mirë familje që e ka, se ata që i bëjnë jam 40 vjeçtar, kam 2 fëmijë. S'mund bëjnë 40 vjeçar të shkojë të kërcënoj policinë. Ai krenari më tha që mi shan policë rrugëve, tu tha kalojnë ta unë ta bëjmë keq ta, s'u bë burr, ti thoshe sy tim. Ndaj ata që më dëgjojnë, janë bërë pesimist sigurisht, sepse mungon rini aty protestë, mungohen ata intelektualët, nuk e di arsyen, po them që ky ka influencuar shumë negativisht. Shumë fare. Bashkë me shpurën e tij, po dhe ai Gozhës vjen poshtë. Janë të dy njësoj, janë të dy që duhet largohen nga protesta e rinisë shqiptare. Duhet largohen sepse modeli i tyre është shumë negativ, influencon shumë keq në të ardhmen. Sot është ditë e 68, sigurisht do jem atje, prezent, dëgjoj ata folësit, për vete s'kam në një motiv të flas, kam folur boll mjaftueshëm, e të flasin të tjerët, edhe unë bëj thirrje gjithë kudo janë, rinisë shqiptare sidomos, po pa në gjë nga të që them, të vinë urgjent të marrë situatën në dorë aty. Janë ata të parët. Këta akademikët më thanë s'vin dot aty, kemi të pre rrugën. Se ju e dini, armiqtë e diturisë kush janë? Ignorantët. Shpit liqt, dështakët në jetë. Si ku pranoj doktor shkencë profesor aty, pengoj profesorin doktor. E kuptoni sa rëndësh apo jo? Është turp i madh. Si mund të kthehemi në origjinë prapa bazin. Shumë i mi. Kjo ishte edhe kam qenë shumë i shqetësuar. Sigurisht që unë i ndjej gjërat edhe figura të tjera nuk duhet të jenë në mjedisin shoqëror të qytetëruar. Duhet të largohen, të shkojnë atje ku e kanë vend, në habitatin e tyre. Përse po të ishte rinia shqiptare aty nuk të s'do guxonte, se kishin ata në dorë. Le po të isha unë, s'kutot fare që kur mori ata 2000 që i çojnë atje në Kashar, do ishte larguar. Patjetër. Ju uroj ditë të bukur. Miru takofshim sonte në 19:30 minuta atje përpara kryeministrisë të këtij megalomanit që është pushon atje në dërmi, ndërkohë popullin e ka rrugëve, Shqipërinë e ka rrugëve. Po ky është problemi i tij.